Përmendet se Abdullah ibn Umar, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre, njëherë kishte therr një bagti dhe i thot shërbetorit, i thot shiko, mos harro një pjesë të saj t'ja dërgosh komshiut ton hebre. Dhe filloi t'ja përsëris këtë disa herë, derisa shërbetori i kthehej dhe i thot, sa herë do të më thuash? Pra sa herë ke për ta thënë, për ta përsërit këtë gjë? Atëherë Ibn Umeri tha, shiko, e kam dëgjuar profetin a.s. Dhe hadithi, pra ky hadith i profetit a.s. ndodhet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Kuptohet prej hadithit se vazhdoi Xhibrilit më porosiste për komshiun derisa mendova se do të trashëgonte. Pra do të kishte hise në trashëgimni. Subhanallah. Islami është një fe e cila na mëson të bëjmë bamirësi, të sillemi mirë me të tjerët, të sillemi mirë me komshit tanë. Dhe kjo i përfshin të gjithë. Çfarë do lloj feje të ketë komshiu, çfarë do lloj race të jetë komshiu. Islami na mëson që të sillemi mirë me ta, të bëjmë mirë atyre. Pra, janë musliman, nuk janë musliman, Islami na mëson që të sillemi mirë dhe të bëjmë mirë atyre. Tani ne jemi në muajin e Ramazanit, muaj i mirësive të mëdha. Profeti alayhis salam ishte më bujari dhe ishte edhe më bujar pra në muajin e Ramazanit. Prandaj, vllai i nderuar, motër e nderuar, ty që Zoti i gjithësisë të ka begatuar me mirësi të mëdha, ty që Allahu i lartësuar të ka dhënë, pra ke gjendje ekonomike. Përpiqu që me qenë xhumert, përpiqu me i kujtu të afërmit e tu, përpiqu me i kujtu komshit, ndoshta që mund të jenë nevojë, ndoshta që nuk kanë, pra ti u gjindesh atyre dhe i ndihmon dhe shpreso shpërblimin tek Allahu i lartësuar, e lut Zotin e gjithësisë t'ju ruaj dhe t'ju jap mirësi. Amin.